Tema kryesore sot është moti, këto temperaturat e ulta dhe bora e hershme dhe natyrisht që kjo situatë e kërkon mendimin në studio, ndonse mendimin gjithmonë të mërkureve kemi. Mendim, faleminderit që ishe i gatshëm për të ardhur sot. Faleminderit, pa problem. Besoj që më shumë se sot mesazhe pyetje s'ke marrë ndonjëherë. Jo. Madje edhe në mëngjes kështu live i kyçën. Tek gjesti, natyrisht. Edhe lajmi kemi me tirë qendrore. Me siguri. Mendim, a u shkon në plakat as që është problemi se çka do. Jo, mirë, me të vërtetë, nëse mund të rrezija nëse ka gati slajtin e parë, të paraqesin disa informata pak që janë shumë interesante do të për këtë ditë për 3 tetor, me qenë se është data më e hershme që ka ra rreshtet e burës në Prishtinë me 2 edhe me 3 tetor, edhe plus edhe shtresa është më e larta prej 10 cm. Do të thotë për tetor kur nuk ka pas më shumë burë që ka ra, edhe plus çka është interesant që ka ra tepër herët, me qenë se 4 cm ka pas, po kryesisht kanë qenë fund të muajit me 27 tetor në 2003 dhe 28 tetor në 1997. E kjo është tarësia më e lartë, do thotë 10 cm. Tamam tipike dimrore po më duket kështu. Po, sot ishte domethënë me uzgjun në mëngjes, tipike dimre. Edhe i thashë edhe ojë sa ditë të mërkurën që është një sistem tipik i cikluar që po kalon tipik i dimror, do thotë, me qenë se edhe këtu mosat polare që na depërtun kaq shpejt dhe i zbritën temperaturat, madje në mëngjesin e sotëm deri në 0 gradë Celsius kanë rënë temperaturat edhe vise të ulta do thotë në aeroportin e Prishtinës, po edhe rreshtet kanë qenë tepër dendura. Po gjithsesi, nuk është diçka e jashtëzakonshme për t'u shqetësuar, a? Jo. Besoj që edhe ju si meteorolog edhe si njohës së kësaj fushë, edhe për ju është diçka normale që kalon sepse nuk do të shkojë shumë gjatë, apo jo? Jo, patjetër nuk zgjatet shumë, vetëm sot do thotë tash treshunat në disa pjesë janë shndruar në shi, ndoshta po në këto viset pak më në të Prishtinës më që janë ka kërmia ende është ra burr. Mirë po deri mbrëmje po pritet me pushu treshunat, shkojmë te slajdi tjetër, bashkë të shkojmë Sot a kemi me pas borë? Jo, do të thotë pushojnë deri mbrëmje treshunat, edhe mandej gjatë ditës nesërme pak orëve të pas ditës pritet me pas mandej edhe me dalë edhe intervale me diell. Po kryesisht pjesa dugazinit mund me pas më shumë diell, edhe temperaturat po shkojnë në rritje, nëse mundet regjia vetëm të shohim grafikën tjetër do të thotë temperaturat madje deri ditën e diel pritet me arrit edhe deri në 15 gradë Celsius. Kështu që po pritet goxha një stabilizim i përkohshëm për ujë. Me qenë se prej ditës do të thotë dielën mbrëmje sërish vihet një shtim i vranësinave, me qenë se kemi një stuhi të kalu ka ishit britanik, edhe ajo mandej e krijon edhe një ciklon dytësor për rreth Italisë veriore, edhe po pritet mandej me pas prap një rrëmje temperaturave në fillim të javës, po të honën edhe deri në 10 gradë Celsius, po jo rreshje bore, më shumë janë rreshje të shiut amir. E mandej ditëve tashme pritet një stabilizim relativ, po them relativ me qenë se mundësitë për treshuna mbeten edhe ditën e martë të mërkurë, po temperaturat po shkojnë tu rrit deri në 15-17 gradë Celsius, kështu që po jo afrohen vlera mesatare dhe tu shku ka java e tretë, po duket që temperaturat më janë pak më afër. Mirë, po duhet me pas parasysh mirë. Tash që jemi në një periudhë të gjatë ndryshueshme, me pas ndonjë stuhi që kalon pi Atlantikut për gjatë Evropës së Ndore, mundet me pas ndaj befasi. Prandaj tash nuk është diçka e jashtëzakonshme, a? Mendim, një koment base për to që po shohim live. Po tamam mola edhe fshati ynë do thotë, frikoj të kemi rond, kështu që patjetër që ka qenë para pomës, sidomos bjesht e rrugëve se malet të shohet me pas edhe më shumë treshuna të burrës. Edhe pse po mduket këtu nuk pas ka më shumë, por me siguri vise më lartë, me siguri ka pas se ka qenë parashikuar edhe deri në gjysmë metër me robur, madje po sidomos pjesë të sharrit, me sens se ka qenë cikloni që ka ardhur më shumë pi jugut. Po do të thotë tipike do të thotë një panoramë dimrore po vret. E vërtet. Mendim, për ata që e duan diellin, a ka shpresë ande apo jo? A do të ketë një stabilizim më të qëndrueshëm të motit? Gjatë tetuarit nuk po parashihet edhe shumë pas. Temperaturat janë pak më afër mesatoreve, se do të thotë me siguri ka më pas pak periudha të motit ftohtë, po edhe treshunat të përmend edhe për sasinë e rreshjeve, do të thotë këtyre 2 ditëve të fundit në Prishtinë janë regjistruar 39 mm, që janë gati 50 mm është mesatarja për muajin tetor, kështu që gati e ka arrit atë
sasinë e treshëna për të turë, edhe s'ka ka më shumë treshëna, vetëm është e mirë se ordën, me qenë se vera ka qenë se tha dhe zotri Lojqi që kemi pasur nevojë për këtë borë, dhe ajo është sot që u vërej të paktën një përshtypje të parë ishte që ajri ishte më i pastër. Po, patjetër, edhe treshëna gjithmonë e pastojnë ajrin, edhe plus edhe erënat që i kemi tash më të fuqishme, edhe këto ditë me siguri që edhe ajo ka më ndiku pak edhe në cilësitë e ajrit. Javën e ardhshme, deri sa mund të shkojnë temperaturat, ose deri sa do të shkojnë, se gjithmonë kohëve të fundit jetë duke ja filluar me saktësisht, kështu që sa do t'i kemi? 15 deri në 17 gradë Celsius po pritet në atë pjesën e dytë me shku temperaturat, me qenë se ditën e hënë ka prapë një romje, edhe kjo mandej ka pak një problem derisa të rikuperohen temperaturat, po shkojnë të afru vlera mesatare për këtë periudhë kohore, me qenë se jemi tash të shku vetëm vjeshtën e vëndshme, dhe patjetër se temperaturat i kemi tash në romje, pak ma problem me prit temperatura më të alta, po nëse arrin deri 20 gradë Celsius është kogja mirë. Është ndonjë mrekulli. Mendim, faleminderit që erdhe sot. Faleminderit. Faleminderit shumë.